Përshëndetje të gjithëve. Sot po ju marr me vete, s'po bëj si këto bloggerët. T'ju tregoj tavën time të parë të kosit. Do bëj për herë të parë tavë kosi. Po, dëgjohet shumë mirë. Vendosim përparsen dhe i përvishemi punës. Shpresoj të na dalë mirë t'ja vlej baraqiran. Puça vape. Gëzim që kondicionerin. Më tjetër. Atëherë, do vazhdojmë, si fillim do hedhim vezët. Vezët I kemi vezë vëndit. 3 kokra vezë. Më duke se duheshin 4, po unë 3 kisha. Do hedhim edhe kos të bërë vetë, se unë e bëj vetë kosin. Pak miell dhe pak oriz me sapash. Që kam këtu unë? Kanë ngërë në më shkojnë. Atje si që shikoni kam vendosur mishin e qingjit dhe po e zjej një 20 minuta, kështu që edhe të zjej pak ai dhe të përdorim dhe lëngun për të bërë këtë përbërjen me kosin, me vezët, me pak miell edhe pak oriz. Po, vazhdoj me punën. Përdorim këtë rasen e vezëve të mikserit, se nuk po e gjej do tjetër me siguri ma ka marrë vajza, ma ka hedhë në një vend, ndoshta edhe në kosh. Kështu që do zgjedh të përdor vetëm këtë. Ma bëni halal, mos na shani. Do hedhim kosin. Ma thoni pak juve, pse kur bëj kosin unë, më lëshon kështu si ujë. Bëj unë gabim apo nuk është shumë shi mirë? Pres përgjigje. Hedhim rreth 500 ml ose 600 ml kos. E trazojmë. I hedhim krip. Se mishit nuk I kam hedhur unë krip pra akoma. Kam hedhur vetëm piper kokër të zi dhe pak dafin për të hequr ato aroma. Se di në duhen fare ato, po në gjithë ato. Shpresoj të na dalë mirë. Do t'i shtojmë edhe miellin. I shtojmë miellin. Dikute 3 lugë miell. Si bëjnë këto mama tona me sy. 3 lugë miell, po edhe një çik tjetër. Bëhet pak kështu e trash. Po jo shumë e trash, Tani si që pash tek ai mjeshtri që po e gaton të tavën e kosit, ishte një kuzhinier nga Elbasani, se unë e pash në YouTube videon, edhe I besova atij mjeshtrit nga Elbasani, ishte një kuzhinier, një zotëri I nderuar, që më vjen keq nuk ja kujtoj dot emrin. Ai pasi bëri këtë përgatitje që sapo bëra unë këtu, e hodhi në një enë bakri, në fakt, po nuk e kam një enë bakri, ndoshta ashtu duhet. Dhe e ka vurdisi pak në të nxehtë, kështu po jo deri në zjerje, kështu që do bëj të njëjtën gjë, po ndjek gjithë hapat që ka bërë ai zotëria, duke shpresoj që do na dalë mirë. Tek mishi I qingjit, t'ja tregoj kështu për ata që nuk e kanë bërë ndonjëherë, mora kështu shpatull qingji, se lexova që është më e mirë duke qenë se nuk ka shumë dhjam, edhe për tavë kosi preferohet shpatulla. Mora një shpatull të vogël që shkoj rreth 1 kilogram prapërsisht. Me thënë fiks për 4 persona ose 6 persona, po sa më pak aq më mirë për mish ngrënësit. Tani kjo u nxe mjaftueshëm, do ta heqim. Më duket se duhet I kisha edhe pak oriz. Po të hedh kështu sipër s'është problem të thej. Hedh sipër. E do të razdoj kështu pastaj. Besoj se është problem. Ashtu. Diku rreth 1 lugë çaj oriz. Dhe tani do marrim pak gjak dhe mund të hedhim disa copa në vende të caktuara. Ta shkrimi më përpara. Ja kështu. Jam që kundra yndyrës në fakt, po jam disa gjëra që duhet ta kenë yndyrën, se ndryshe bëjnë kështu si bajate. Ose ndoshta ashtu jemi mësuar, nuk e di, po duket sikur duhet ndonjëherë. Tava duket gati,
Tani do ta fusim në furr. Ndërkohë që presim të mbaroj tava e kosit, shpresoj të më dalë mirë, se ma kërkoj bashkëshorti, se as më kishte shkuar ndërmend të gatuja tavë kosin ndonjëherë, megjithatë ka gjithmonë një herë të parë. Do fillojmë do lajmë këto tenxhere që sapo i bëm tani, edhe të sistemojmë pak shtëpinë dhe të shkojmë të marrim fëmijët. Kosit u bë, le ta hapim. Duket shumë e mirë.